Brikena Selmani i ka treguar një histori banorëve të shtëpisë më të famshëm në Shqipëri. Ajo ka të bëjë me atë që ka qenë të një fallxore dhe më pas për gjërat që i ka thënë. Modelja theksoi se ka qelluar çdo gjë, edhe pse nuk dinte asnjë informacion rreth saj, pa i treguar unë asgjë, ka ditur çdo gjë për jetën time. Edhe një gjë që kam ditur vetëm unë dhe mami, më thot në atë moment, më thot në gjysmë të tetorit do të ndodhë një sukses i madh, do të marrë lakmi i madh dhe i vogël, u shpreh ajo. Mes të tjerash, banorja theksoi, nuk e di se çfarë suksesi do të ndodhë. Kam me pas një person me shkronjë në familjen tënde që do të ketë një operacion. Kam me të ndodhë një sukses i madh, nuk kemi qenë fituese për sukses shumë i madh. Derisa Shëndriti dhe Selim po dëgjonin me vëmendje, kjo e fundit shtoi se i ka frikë këto gjëra. Brikena nuk e ka problem të ndajë më shumë me publikun, as për këto çështje që konsiderohen shumë personale. Nga ana tjetër ne duhet të kujtojmë se Brikena dhe Mateo janë një çift në tentativë, ku Mateo po bën çmos për të fituar zemrën e Brikenës.